Pritje të ngrohtë nga nxënësit e shkollës Luiq Gurakuqi pati kryetaria e komunës në fshatin Korenis të komunës së Gjakovës. Erdhi për t'i dëgjuar për së afërmi hallet e banorëve të këtushëm. Kryetari i bashkisë lokale shprehu fjalë miradije për kryetaren e cila pa hezitim ju përgjigj ftesës për të na vizituar. Në krye të komunës tani kemi një kryetare femër, e cila siç po shihet ka nisur mbar punën, gjeti kohë edhe për neve, gjë e cila nuk ka ndodhur nga kryetarët e mëparshëm. Andaj, dua të besoj dhe shpresoj fuqishëm se zonja kryetare do të ndihmoj banorët e Korenisës me ndonjë projekt të mundshëm dhe të realizueshëm. Po ashtu edhe kryetaria u shpreh e gatshme t'i dëgjojë kërkesat e këtyre banorëve. Jo rrallë është përmend Korenica në zyrën time me drejtorin e bujqësisë për arsye të potencialit madh që e ka sidomos në agrikulturë, por edhe projekteve që kanë ekzistuar, po ende nuk arritëm të finalizojnë në mënyrë të mirëfillt që gjithë të ndihen, domethënë përfitues dhe të kenë mundësi punësimi. Qendra e cila këtu është investuar në Korenicë, vende kanë mbetë në një farë forme e pa funksionalizuar, është në syrin tonin. Por gjithashtu janë edhe 10 hektar që janë bashkangjitur tokë mundësi që kemi potencial të zhvillimit të bujqësisë, e sidomos me sera. Parashohim që me rishikimin e buxhetit, Komuna e Gjakovës të fillojë të jap mundësinë e granteve. Grante për bizneset mikro, bizneset e vogla, bizneset e mesme, por edhe grante shtesë në bujqësi. Këto e kemi prezantuar si projekt, domethënë fondin e granteve edhe në konferencë donatorëve, është prit shumë mirë dhe po presim që brenda pak mujve ta definojmë qartë këtë skemë granteve dhe t'ju ofrojmë. Ndër të tjera, problem kyç dhe tashmë permanent u veçua çështja e ujësjellësit në këtë rajon. Edhe drejtori i bujqësisë ndër të tjera veçoi përparësitë të këtij rajoni në zhvillimin e bujqësisë dhe kultivimin e produkteve të saj. Prej datës 28, ju ftoj, është thirrja që të aplikonin drejtorinë për bujqësi për sera, do të dalë 10 sera, ato do të dalë në çdo region nga 2. Gjatë muajit maj do të fillojmë me mbështetjen e sektorit të bletarisë. Gjithsesi që do të informojmë me kohë për procedurat, për ftesën, për aplikacionet. Vreshtar, ju dini, prej vetarit dhe 100 hektar kanë 1.000 euro për hektar, këta që kanë më shumë se 100 hektar kanë 300 euro. Për fermerët cilët merren me prinëtari, punojnë në kusht hapur, i kanë 300 euro për hektar. Për fermerët në sektorin e blegtorisë kanë 50 euro për kokë baktisë edhe subvencionohet cilësia e qumshit. Me këtë rast nuk e la pa folur edhe udhëheqësja e shkollës Luiq Gurakuqi, e cila theksoi disa nga problemet preokupuese në këtë shkollë. Na kemi mungesë të hapësinës shkollore, e kemi bë projektin, kemi bë kërkesa disa herë, po nuk kemi mri kur gjo me fitu. Shka është edhe tjetra shumë e rëndësishme, asu nuk kemi për shkollë. Edhe ata unë si e kemi ekziston bunari, po është i pa për dëshë. Nyje sanitare kemi, po nuk janë funksionale. Në shekullin 21 këto gjona nuk bën me ekzistu. Pas këtij takimi, bashkëbisedues të pranishmit pasi bën homazhe tek labitari i martirëve të Korenicës, vizituan edhe qendrën grumbulluese të qumshit në këtë fshat.